Përshëndetje miq, do ju tregoj një edhe kuriozitet, po është edhe realitet. Frutët autokton që janë këtu e mira vjet, i përballojnë edhe të ftohtit edhe ngricës. Kjo është një pjeshk vendi, ka qenë. Unë e kam bë zerdeli, si që shihni, ja e kam shartuar këtu, dhe shive të shi. Zerdelin e ka prishur brima, e quajmë ne, pago ose ngricat, nuk e din zonat tu e si quajnë, pago i thonë dhe greqisht, ne këtu ndibër i thomi brim, dhe shive të shi. Një degë e kam lënë për qef, sepse bëj prova, kjo është shumë e freskët, po ta vesh me vëmendje ta shohish, shive tjetrën. Shive të shi janë me një trup këtu. Kjo s'është prish fare, është tepër e freskët. Po të shohim serdelin, shi si bin, lulen, ja. E ka shkërmoqur kesh brima. Përveç se mund të kenë shpëtu këto, si që i quajmë ne, lullet e dita, po nuk kanë frutat mirë këto. Këto s'kanë frutat mirë, po mase do t'i boj. Këta i kanë zirë të shivon, këto ditë 3 ditë, po ka qenë dhe lakshtin. Po mërmendja dhe pjalmimi s'është bërë fiks, po lullet e para që janë prodhim, po t'a vesh, shive si bin, ja. Ja, i ka shkërmoqur kesh. Pra, është ajo pemë që pëlqen toka dhe ka qenë me mira vjet, qish gjishat tanë, e babalarët tanë. Këto pemë që preferon toka e ruajnë veten vetë, edhe nga ngrica. Do t'ju them që mos ju lakmoni shumë markave të reja, ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë, lidhuni për atine që i preferon zona, madje do të marrish ato vërtet që kanë qenë pemte vjetra, të cilat nuk pisin për asgjë. Respekt e Marakli.